Zonja Kodheli, do desha të sjell një pyetje që e sollët ju në vëmendjen në lidhje me antarësimin NATO, që ja kanë bërë dhe zonjës Dade. Përse socialistët, kur Sali Berisha del që unë e futa Shqipërinë NATO, unë e bëra këtë, siç thatë ju të gjitha këto janë një proces, dhe ky proces ka fillu po ta kapim që në fillim 92-shit me Alfred Mojsion me atë të se nuk dalim të themi që ne kemi qenë atje. Jo, domethënë ky ka qenë një proces i gjatë dhe po të jetë për Berishën, dhe ndoshta nuk duhet kishte not, po ndodhi për interesat gjeopolitike të fuqive të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Evropës, sepse ati një afërpara i plasi Gërdeci. Kushtet si ushtri nuk i kishte, me atlete ishin ushtarët tanë. Ju e dini më mirë si e keni gjetë. Por, çfarë ka ndryshim nga Partia Socialiste? Kur ndodhi Gërdeci, ju bët një për të fut NATO. Domethënë, nuk dolët kundër partisë, kundër Shqipërisë, nuk ishte çështja kundër partisë, nuk dolët kundër Shqipërisë për të anatemu Partinë Demokratike që mos hy në NATO. Në të kundërt bën kjo parti me në kry Sali Berishën. Dhe përse nuk i jepet një përgjigje këtij njeriu? Përse Partia Socialiste e lën gënjejt, vazhdimisht, dhe ky krijon atë mitin e vet ke ato turmat e Nietzsches. Ilir, unë gjykoj që dialektikës nuk mund t'i bëj asgjë askush. Edhe forca e lëvizëse që lëviz një shoqëri, pavarësisht nga momenti, pavarësisht nga gjeopolitika dhe pavarësisht nga fakti nëse ka pengesa apo shkopin në rrota, nuk mund ta ndalë dhe nuk do ta ndalë asgjë. Thjesht dhe vetëm proceset mund të ngadalsohen pak ose mund të përshpejtohen më pak. Kështu që ky është një proces i cili ndihmohet për disa arsye që kanë të bëjnë. Nuk ndalet. Është një trend që nis. Është një trend që është nisur, nuk ndalet. Edhe ju thash, ne patjetër kemi treguar pjekuri, maturi të madhe politike kur i kemi rrahur krahët asaj kohe qeverisë dy javë, ditën e Gërdecit 2 javë para se të futeshim në NATO. Kështu që uroj dhe besoj edhe shpresoj që dhe dikush nga ana e opozitës të jetë aty dhe të na rrahë krahët kur ne ta vendosim flamurin shqiptar në Bruksel. Ta garantojnë që s'do t'ju rrafin krahët? Nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është që krahët do na i rrahin për shkak. Po të kenë mundësi do t'ja morin shkopin e do t'i lejnë flamurin pa shkop. Jo, unë gjykoj që ne do ta vëmë flamurin atje, edhe ata që do na rrahin krahët një herë do jenë shqiptarët në 11 maj që do na japin votën.